Përshëndetje miq. Pas një stuhie, e cila fshiu botën mbar, pas një gjykimi që shkatroi gjithçka, Zanafilla 9 fillon jo me frikë, por me një mesazh, me një fjalë inkurajuese të jashtëzakonshme. Zoti bekoi Noeun. Sepse ne do të prisnim që pas gjykimit të vinte distancë, heshtje, të vinte një Zot i largët, por jo. Pas gjykimit Zoti flet me bekim. Ky tekst tek Zanafilla 9 është një nga momentet më të thella teologjike të Biblës. Zoti ripohon krijimin. Shumoni, mbushni tokën. Ai vendos rend në një marrëdhënie njeri krijes. Vendos kufi për jetën, edhe për gjakun. Dhe mbi të gjitha bën me njeriu një beslidhje jo vetëm me njeriu, por me të gjithë krijimin. Dhe si vul e kësaj beslidhje, Zoti vendos një shenjë në qiell, ylberin. Ylberi është shenja e beslidhjes së Zotit me krijimin e tij. Nuk është shenja një grupi të caktuar të ekstremit majt që përpiqet të bëjë ekspansionin e vet të vlerave. Bibla thotë që Zoti e bekoi Noeun. Ndaj ju ftoj miq që të mos harroni, pas çdo fundi në Zotin ka gjithmonë një fillim. Zemra e njeriu nuk ishte ndryshuar plotësisht, dhe megjithatë Zoti e bekon. Shpesh ne mendojmë, Zoti do më përdor kur të jem perfekt, kur të jem gati, por Zanafilla 9 na tregon Zoti fillon përsëri me njerëz ende të papërsosur. Kështu Zoti vijoi udhëtimin e jetës njerëzore në tokë. Zoti vendos kufi. Kufiri i parë që Zoti vendos pas nxjerrjes së Noeut nga arka. Jeta është e shenjtë. Zoti vendos një vit të qartë ndarëse, gjakun e njeriut. Unë, thot Zoti, do ta kërkoj. Do të kërkoj llogari për gjakun e derdhur mes jush. Kjo është një nga deklaratat e fuqishme të Biblës. Jeta nuk është aksident, as rastësi, as pronë. Jeta është e shenjtë, sepse njeriu është krijuar në shëmbulltyrën e Zotit. Ndaj në një botë ku jeta zhvlerësohet, në gjuhën e komunikimit, në marrëdhënie, në dhunë, në indiferencë, Zoti na kujton, çdo njeri ka vlerë hyjnore. Hiri që qëndron mbi dobësinë njerëzore na zbulohet pikërisht këtu. Zoti thotë, po vendos beslidhjen time, nuk do të ketë më përmbytje mbi tokë, për ta shkatruar tokën plotësisht. Kjo është një marrëdhënie e Zotit e vendosur prej tij me njeriu pa kushte nga ana e njeriu. Zoti nuk thotë nëse ju do të jeni të mirë, unë do të bëj këtë, por ai thotë, unë po vendos beslidhjen time. Kjo është natyra e hirit, i cili nuk varet nga qëndrueshmëria jon, por nga besnikëria e Zotit. Unë vendos harkun tim, thot Zoti, mbi re. Vini re, jo në qiell të pastër, por mbi re. Ret janë vendi i stuhisë, i errësirës, vendi i kujtimeve të përmbytjes, dhe pikërisht aty Zoti vendos shenjën e paqes. Zoti nuk e vendos premtimin e tij larg dhimbjes, por ai vendos brenda saj. Sa herë që shfaqen re, ylberi bëhet dëshmi që thot, gjykimi nuk ka fjalën e fundit. Fjala e fundit i takon hirit të Zotit. Ndaj më lejoni të ndaj shkurtimisht për ju 3 mësime të mëdha. E para, Zoti fillon përsëri edhe me njerëz të papërsosur. Mos mendo që historia jote ka përfunduar, sepse me Zotin gjithmonë ka një kapitull të ri. Mësimi i dytë, jeta jote ka vlerë sepse mban imazhin e Zotit. Si e trajton tjetrin tregon si ti shikon Zotin. Mësimi i tretë, premtimet e Zotit janë më të forta dhe më të mëdha se stuhitë e jetës. Edhe kur reja kthehet, beslidhja e Zotit qëndron. Ndaj pyet veten sot, apo jetoj si dikush i bekuar, apo i dënuar nga e shkuara? A respektoj jetën të timen dhe të tjerëve? A besoj në premtimet e Zotit apo në frikrat e mia, sepse besimtari i vërtet nuk jeton nga ajo që sheh në qiell, por nga ajo që Zoti ka vendosur brenda tij. Një botë e shkatruar, një familje e vockël, një premtim i madh dhe një ylber në qiell. Kjo është Zanafilla 9. Kjo është historia e hirit, jo sepse njeriu e meriton, por se Zoti vendos të jetë besnik me të. Le të lutemi së bashku. Zoti i dashur, faleminderit që ti nuk e mbyll historinë tonë me gjykim,
por me hir, na mëso të jetojmë si njerëz të bekuar, na jep respekt për jetën që ti ke krijuar, na forcon në beslidhjen tënde. Dhe sa herë që ne shohim re në jetën tonë, na kujtohet që premtimi yt është ende mbi ne. Bekoj burrat dhe gratë që po ndjekin sot, o Zot, mbroj, udhëhiqi dhe drejtoji ti. Bekoj familjet dhe fëmijët e tyre, në emrin e Jezusit. Amen. Miq të dashur, nëse ishte inkurajim për ju ky meditim i kësaj dite, ndajeni me miqtë tuaj në Facebook dhe Instagram, në mënyrë që ata të inkurajojnë dhe të bekohen nga ky udhëtim ynë i përbashkët. Mezi pres ju takoj sërish ditën e nesërme në meditimin e radhës. Deri atëherë, Zoti me ju.